Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur me nda me juve motra të dashura edhe një ide për juve sidomos që nuk keni kohë shumë të gjatë me prit brumin me u dyfishu, sidomos tash pra në Ramazan, veni prej punës edhe për iftar keni qef shembull me përgatit pitalka ose bukë nxehta ose samuna, pa morë parasysh petulla me moja të bukës që bëhet brumi tamam tradicionale, pa morë parasysh çka keni qef me përgatit, por jeni shumë vonë me kohën edhe brumi normal duhet me u dyfishu për përgatitet me moja të bukës. Tash pjo t'rregoj pra një ide ose metodë shpejt për mos me prit ju për 15 minuta keni brumin gati edhe pse përgatitet pra me moja të bukës. Tash këto nuk ka lidhje përgatiti pitalka për iftar, atë çka jam të përgatit, veç desha me ndo se si me juve ta keni pra brumin e ardhur për 15 minuta. Brumi që përgatitet pra me moja të bukës. E përgatit një brumin si gjithmonë që përgatisim, edhe tash ti ja bojna një vrim në mes ku e ndojna rrumbullak. Tash pra ja bojna brumit masi kemi gjesh një vrim kështu në mes edhe me të dy duar e zgjatim shto brumin, morëm një im plastikës ose qelqit nuk ka lidhje. Edhe qesim brumin me këtë vrimin në mes. Morëm tash një kavanoz të qelqit ose tegull për ndryshe e lyna me vaj që mos ngjitet, edhe mes vrimes qesim këtë kavanozin, pra morëm ujë të nxehtë, pra mbushim kavanozin vaj po si shpeshifni e mbyllën tashti edhe kavakun. Marëm tashti nylon të kuzhinës për ndryshe folje, nylon, e mbulojna këtë enën e plastikës së bashku me kavanozin që është mbyllur. Për 15 minuta e lojna ashtu pra të mbuluar. Bas 15 minutave e shefni brumin që është dyfishu. Ka një knaq kjo metodë edhe ka një pështu të gjitha motrave që nuk keni shumë kohë pra me prit brumin me u dyfishu. Si ju që punoni, si këto që kanë fëmijë të vegjël, për të gjitha është kjo metodë fantastike që e shefni. Ndaq mundi me përgatit edhe brum të picave, për të gjitha pra është, veç i merrni për shembull nëse përgatitni edhe pitalka, i merrni ndoni pitalkat, i lëni 10 minuta që të pushojnë edhe me njëherë mundeni mi pjek. Kështu që provoni këtë metodë edhe pështim për të gjitha. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia, faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit ju them, miru pafshim.